I shoqëruar me erëra të fuqishme dhe stuhi të mëdha, moti i ligë përfshiu pas ditën e djeshme rajonin e Rekës së Mirë dhe disa fshatra të Dushkajës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Ekipi i televizionit Syri, i cili ishte në terren që nga dita e djeshme, ka vizituar edhe sot zonat e prekura. Gjatë qëndrimit në fshatin Cermjan, banorët kanë raportuar dëme të shumta, ndërsa një prej tyre ishte dëmtimi i kulmit të minarës së xhamisë së fshatit, i cili përbante rrezik për banorët. Përveç objektit fetar, stuhia ka dëmtuar kulme të shtëpive, fermave dhe objekteve të tjera. Si pasojë e motit të ligë, kjo zonë vazhdon të mbetet pa furnizim me energji elektrike. Dëmet të mëdha janë shkaktuar edhe në sektorin e bujqësisë, ku sipërfaqe të mbjella dhe kultura të ndryshme janë goditur nga era dhe breshëri. Për situatën dhe pasojët e stuhisë ka folur edhe banori Bashkim Kokalla. Pas ditën e djeshme ka pas tu, o kon kiamet. Që këtu mas ditë o kon ora, kjo është shpejt. Shi, breshën, prim, që shka ka bo domët, jo veç që tu, po dhe këtu shpjerë kajtë për rreth. Ka bo domët, as ka pas kush ka mirë bo. Mu për vetë 30 metra pas domi ka gjytë, ishë për shëni dhe vetë, 90 metra kamera. Këtë shpinë tu, këtë kullin e ka hekë. Të shpjek në agjashe, qënine, rrushi, bëjësia, edhe kjo gati që të ne o shatru krejtë. Ta e shuem edhe vetë, rrushi për një 70% ka dëmtu. Përveç Cermjanit, nga moti i ligë janë prekur edhe fshatra Dobrigj, Firaj, Novosele e Epërme, Novosele Ullët, si dhe fshatra të tjera për rreth. Banorët kërkojnë ndërhyrje të shpejt nga institucionet për vlerësimin e dëmeve dhe mbështetje për rikupërimin e pasojave të shkaktuara nga stuhia.